Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me e-klasën, unë jam Sledin Abduli, ndërsa ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Tema e ditës së sotme është zhvillimi profesional dhe në karrierë. Dhe si qëllimet të kësaj ore mësimore janë që nxënësit pra të identifikojnë përparësitë dhe anët e tyre të forta në zhvillim, të shqyrtojnë nevojën e planifikimit të zhvillimit të tyre profesional dhe në karrierë. Si rezultatet që priten nga mësimi është që nxënësit të hulumton mundësitë për vazhdim të arsimit dhe ndikimin e tyre në përzgjedhjen e profesionit, të demonstron pra qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit përmes shembujve që dëshmojnë nevojën për të mësuar gjatë gjithë jetës, si dhe të përcakton qëllime reale të mësuarit dhe përparimit pra personal. Orientimin e karrierë. Pra, tema e ditës së sotme ka të bëjë pra me karrierë, me zhvillimin profesional, edhe orientimi drejt karrierës paraqet pra një proces të përgjithshëm, me që ndikon në zhvillimin e mëtejshëm profesional të secilit nxënës. Pra kjo temë është e rëndësishme për nxitjen e vetdijes së nxënësit si qytetar, duhet të ndërtojë përgjegjësi ndaj vendimeve personale për karrierë. Kjo do të thotë se nxënësi do të fillojë të mendoj dhe të informohet për opsionet gjatë marrjes së vendimeve lidhur me karrierën. Në këtë proces pra janë të rëndësishme pra mbështetja nga familja, shkolla, bashkësia e tjerë. Pra, orientimi në karrierë fillon shumë herët edhe prandaj pra është e rëndësishme shumë pra edhe mbështetja. Pra, karriera nuk është një ditë, pra është një proces i gjatë i cili fillon shumë herët edhe në të gjithë këtë proces pra është e nevojshme mbështetja e familjes fillimisht, pastaj e shkollës, e mësimdhënësve, e rrethit edhe kështu me radhë. Si aktivitet hyrës në këtë proces pra është edhe ju gjithmonë nxënës kur do të kemi aktivitete edhe detyra, është mirë që videot juaja t'i bëni pauzë, që pastaj të mund të merrni edhe shënime edhe t'i nxjerrni pra përgjigjet e juaja në fletore. Pra, cilat janë dëshirat dhe ëndrat tuaja për të ardhmen. Pra, le të bëjmë një udhtim drejt ëndrave tuaja, drejt asaj që ju e keni si dëshirë, do të thonë për të qenë dikush në të ardhmen, e afërt apo në të ardhmen e largët. Me çfarë do të doni të merreni kur do të jeni të rritur? Pra, kush do të doni të ishte profesioni juaj, kush do të doni të ishte puna juaj, dhe cilat janë anët e juaja të forta. Pra, kush janë anët e juaja më të forta? Jepni përgjigje edhe pastaj më thënë përgjigjet e juaja i shpalosni përpara mësimdhënësve tuaj. Analiza ime personale, pra unë ose ju, kush janë anët e forta? Pra çfarë bëj mirë dhe cilat shkatësi unike i posedoj? Pra në çka jam pra i veçantë? Kto janë anët e forta. Çfarë di më shumë në raport me të tjerët? Pra çka di unë diçka të cilën pra tjerët ose nuk e din mirë, ose unë pra jam më i miri në këtë drejtim. Pra, çfarë shikojnë të tjerët të unë si përparësi? Çfarë shohin pra nxënësit tjerë? Pra, çfarë shohin prindrit? Çfarë shohin mësimdhënësit? Çfarë shohin pra të tjerët tek ju si përparësi? Pra, në çka jeni ju më i shkathët? Anët e dobta, çfarë duhet të përmirësoj? Pra, anët e dobta nuk duhet të na dekurajojnë. Pra, përkundrazi, duhet të na motivojnë për përmirësim. Në çfarë kam më pak shkatësi se sa të tjerët? Pra, në çka janë të tjerët më të mirë se sa ju? Edhe normalisht mundësia e përmirësimit. Çfarë konsiderojnë të tjerët se është dobësia ime? Dhe pra se si të tjerët shohin, çka shohin të tjerët tek ju si anë të dobët. Pra e kundërta e anëve të forta. Mundësi, cilat mundësi pra janë të hapura para meje. Pra, cilat janë mundësi të cilat mund t'i kapim më lehtë. Si mund të shfrytëzoj atë që e di dhe çfarë jam i mirë, pra ose e mirë, për t'i arritur qëllimet e mia. Pra, që t'i shfrytëzojmë pra mundësitë tona në maksimum, duhet fillimisht normalisht që ta njohim veten. Rreziqe, pra kush janë rreziqet? Çfarë mund të më pengojnë në rrugën drejt qëllimeve të mia dhe në çfarë rreziqesh më ekspozojnë anët e mia të dobta? Në çfarë rreziqet pra më ekspozojnë anët e mia të dobta dhe çfarë mund të më pengojnë në rrugën drejt qëllimeve të mia? Nëse ne i njohim rreziqet, çka mund të bëjmë? Mund t'i shmangim ato. Pra, e gjitha është pra një analizë edhe ju pra përsëri këtu
merrni shënime edhe analizoni pra vetveten, për t'i parë pra anët tuaja të forta, anët tuaja të dobta, kush janë mundësitë e juaja të cilat ju i keni përpara nxënës, edhe normalisht se kush janë rreziqet. Të gjitha këto dhe janë mundësi e mirë për ta pa vetveten edhe për ta përmirësuar vetveten drejt të së nesërmes, së afërm dhe të largët. Pra, që ta zhvilloni veten në mënyrë profesionale edhe të arrini pra nesër pse janë një karrierë shumë të suksesshme. Detyrë të përshkruhet pra një fjali ose fjalë pra e cila ta kujton karrierën që ti e ndron. Edhe normalisht pra pasi që të shënojnë të gjithë nxënësit nga një fjalë ose një fjali e cila ta kujton pra karrierën tënde të ëndrave, pra nëse ndron të bësh një sportist, nëse ndron të bësh një futbollist për shembull, nëse ndron të bësh një jurist ose një avokat, ose nëse don të bësh një mësimdhënës, një mjek, edhe kështu me radhë, të gjitha këto shkruani pra një fjalë ose një fjali e cila do t'ua kishte kujtuar juve, pra do t'ua kishte asociuar pra në karrierën tuaj, do t'ua kishte kujtuar karrierën tuaj, dhe se ju e ndroni, edhe pas kësaj normalisht që bashkë me nxënësit e tjerë edhe me mësimdhënësit e juaj, pra i shënoni e i lexoni pra konstatimet e çdo njërit nxënës veç e veç. Ushtrimi i radhës edhe qëllimi i gjithë kësaj ore mësimore është që normalisht ne t'i bëjmë një analizë vetvetes, që t'i shohim pra shkatësitë tona, aftësitë tona, mundësitë tona, edhe përmes ushtrimeve pra të arrijmë ta zbulojmë vetveten, edhe normalisht se si ta zhvillojmë vetveten, pra edhe normalisht që t'i shohim mundësitë tona edhe ta shohim pra karrierën tonë. Mendoni individualisht dhe përzgjidhni një lloj arsimit në të cilin dëshironi të regjistroheni në arsimin e mesëm. Dhe sqaroni se pse e keni përzgjedhur atë me një arsyetim të shkurtër. Siç e dim pra, të gjitha këto tema të cilat ne i shqyllojmë janë për nxënësit e klasëve të nënta, edhe nxënësit e klasës së nëntë dilema, një ndër dilemat kryesore të nxënësve të klasëve të nënta është pra arsimi i mesëm. Edhe nga arsimi i mesëm, edhe fillor, sidomos, edhe arsimi i mesëm, pra fillon zhvillimi juaj pra personal, edhe pastaj merr formë edhe karriera juaj, sidomos pas me shkollimin e mesëm dhe pas tij. Pra, e përshkruani edhe i jepni arsyetimet e juaja se pse zgjidhni një lloj të karrierës ose një lloj të shkollimit të mesëm. Dua arsimin, do të thotë tim të mëtej ta vazhdoj në gjimnast, gjeologji, cehëtari dhe metalurgji, ndërtimtari dhe gjeodezi, grafik, ekonomi, drejtësi, tregti, elektroteknik, shëndetësi dhe mbrojtje sociale, bujqësi, peshkatari dhe veterinari, shërbime personale, makineri, komunikacion, transport dhe magazinim, tekstil, lëkurë dhe produkte të ngjashme, hoteleri dhe turizëm, kimi dhe teknologji, pilltari dhe përpunim të drurit, gjimnazi sportit e tjerë. Edhe mendoj për këtë lloj të arsimit për shkak se dua pra të bëhem dikushi në jetën time. Viteve fundit edhe si duket ka qenë është një problem i vazhdueshëm tek ne, arsimimi profesional, edhe është pra e pëlqishme edhe e rekomandueshme që pse jo nxënës t'i qasemi arsimimit profesional. Edhe normalisht varet kujt edhe se kush edhe për çka është pra i aftë edhe i shkathet. Por përmes këtyre ushtrimeve ne duhet ta njohim vetveten edhe të vendosemi se çka në arsim të mesëm edhe çka, do thënë pas arsimimit të mesëm. Karriera pra është që të punosh, do të thotë të bësh përpjekje për të bërë diçka, ndonjë produkt, ose të japësh pra shërbime. Është shumë e rëndësishme derisa punojmë vazhdimisht të mundohemi të jemi më të mirë dhe të mësojmë diçka të re. Kjo quhet pra ndërtim i karrierës. Pra, ku mundohemi të jemi të mirë, më të mirë dhe të mësojmë pra diçka të re. Karriera i përfshin diturinë tuaj, vendet e punës, si dhe atë që bëni gjatë kohës së lirë. Për shembull,
bëni punë vullnetare, lexoni e tjerë. Ju vetë zgjidhni se çfarë do të jetë karriera juaj. Ajo që e shikoni, do thënë për çfarë mësoni, për çfarë flitet në shtëpi ose ndoshta e punojnë prindrit tuaj, dikon në atë që do ta përzgjidhni si karrierë. Planifikimi i karrierës do të jetë nuk do të thotë vetëm të bëj punë ose të studioj diçka. Pra, nuk është gjithmonë e thënme që nxënës të përzgjidhni karrierën për shembull të cilën e kanë prindrit tuaj. Nëse prindrit tuaj kanë qenë të aftë edhe të shkathët për shembull në një disiplinë, kjo nuk do të thotë se detyrimisht edhe ju duhet të jeni të shkathët edhe të aftë për shembull për atë disiplinë ose për atë lloj pune ose për atë lloj karriere. Pra, neve duhet ta njohim veten edhe pastaj do të thonë të nxjerrim më të mirën nga ne. Edhe karriera jonë do të thonë të merr formën e vete. Planifikimi i karrierës, që karriera të planifikohet mirë është me rëndësi se të dimë se çfarë na intereson. Në çfarë jemi të mirë, pra. Çfarë dhe ku do të donim të punojmë. Të pyesim dhe të bisedojmë me njerëzit që dinë, pra prindrin, kujdestarin, mësimdhënësit, shërbimi profesional në shkollë, komunë, biznesmen të suksesshëm e tjerë. Lidhur me atë se cilat profesione janë më të kërkuara në këtë moment. Të parashtrojmë qëllime, çfarë duam të arrijmë dhe si planifikojmë të arrijmë atë. Pra, duhet të flasim me të gjithë, duhet të konsultohemi me të gjithë, të shohim për shembull se cilat profesione janë në deficit, do të thonë cilat profesione kërkojnë më së tepërmi, për çka jemi ne të aftë, do të thonë kush mund të na ndihmojë në procesin e ndërtimit të karrierës tonë. Pra, gjithçka të planifikojmë, gjithçka të mendojmë, edhe mos ja lëm pra rastësisë asgjë. Aktivitet për reflektim. Nxënësit, do të thonë mes vete, ju pra nxënës, parashtrojmë pyetje për orientim në karrierë. Secili duhet të përpiloj nga një ose dy pyetje që mësimdhënësi i mbledh pranë një kuti, e më pas secili të resë nga një pyetje dhe përgjigjet në të. Pra, çdo njeri nga ju nxënës përpiloni nga dy pyetje në lidhje me karrierën, i përzihem në një kuti, edhe pastaj secili nxënës pra të resë nga një pyetje edhe përgjigjet, do të thonë pyetje se parashtruar nga shoku. Shpresoj se isha i qartë. Edhe kësaj radhe edhe ne pra dëgjohemi në mësimet e radhës.